Blerina, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që po sillni zërin tuaj për të kuptuar dhe ne më së miri atë se çfarë po ndodh gjatë ditës së sotme në Lazarat. A ka të shtëna armësh dhe a shihni ju pra një prezencë të lartë të uniformave blu të policisë? Në fakt ka prezencë të forcave blu këtu në Lazarat, por unë dua të them gjithashtu se edhe në këto momente të gjatë shkëmbime zjarri, nuk e di, janë në disa godina ka shumë shkëmbime, dëgjojnë shumë shurm, njerëzit po thuajnë se rinë paksa të frikësuar, por në fakt ne nuk duhet të na identifikojmë si një fshat që vërtet jemi problematik, ka shumë banorë që janë shumë të rregullt, jemi shumë mikpritës, përse duhet të kemi këtë imazh të keq në syrin e të gjithëve. Aktualisht nuk e di nëse dëgjohen të përcjellen nëpërmjet telefonit, po unë po dëgjoj ende shumë shkëmbim zjarri, nuk e di nga banesa qoftë ndoshta edhe po qellohet drejt uniformave. Nuk është hera e parë që Lazarat në fakt ka të shtëna armësh, por cila është diferenca e asaj se çfarë ndodh zakonisht, paktën ne kemi informacion se qellohet në ajër dhe çfarë pra kush është diferenca? Po, në fakt, dhe ne më tepër informohemi edhe ne nëpërmjet medias, po thuaj se të gjithë vëmendja është përqendruar te Lazarati. Nuk e di ç'mund të them tjetër në këto momente. Ne na informojnë se vetëm në këto momente pas sapo ka nisur shkëmbimi i zjarrit, ju arrini të dëgjoni krisma armësh? Po, unë e konfirmova që ka krisma armësh edhe në disa shtëpi private këtu në Lazarat, por vjen edhe nga godina që është rrethuar dhe është marrë në administrim nga forcat speciale. Blerina, juve ku jeni tani në këto momente? Jeni në banesë, ku jeni strehuar? Po, jam pak afër qendrës. Jo, në banesë. Po, sa pjesëtar tjerë ka familje? Po, sa pjesëtar tjerë ka familja juaj që qëndron në ju të strehuar në atë vend? Po, ne jemi 5 pjesëtar në familje. 5 pjesëtar. Po çfarë bëni gjithë ditën? Si mund të ruani ju që të paktën mos ndoshta personat që qellojnë, ndoshta jeni banor të zonës edhe nuk kanë interes që të konfrontohen apo të konfliktohen me juve. Po normalisht aty ka të shtëna të shumta që mund të jenë edhe plumba qartë që mund të rrezikojnë seriozisht dhe jetën tuaj. Jo, çfarë masë është mbrojtë se juve jeni pjesëtar të një familje që prej 4 ditësh jetoni në një zonë ku nuk pushojnë të shtënat. Çfarë bëni ju për t'ju ruajtur, për t'ju shmangur kësaj situate? Me të vërtetën, thjesht porim brenda për të evituar qoftë edhe plumbat edhe pse thuhet që qellohet në ajër, ne porim brenda ambienteve tona, si neve ashtu edhe shumë familje të tjera. Por në faktun e tash, përse duhet ta prishim imazhin ton, përse duhet të ngelemi si një njollë zezë, dhe të përmendet gjithmonë fshati Lazarat. Blerina, unë e kuptoj shumë mirë këtë pjesë që ju thoni. Unë arrita të njoh vetë në personat që ju flisni dhe personat cilët unë nuk i mësova do ta semrin, por që janë bërë barrikadë mes meje dhe plumbave për të më nxjerrë nga ajo zonë. Edhe në këtë moment, po dëgjoj shkëmbime, shumë shkëmbime zjarri. Po ju dilni, blini bukë, ju keni ju keni një jetë të përditshme që pavarësisht se ju nuk keni lidhje me këtë çfarë po ndodh, po ju jetoni në atë zonë. Po në fakt janë nuk duhet të identifikohen. Janë vetëm një grup personash që po bëjnë gjithë këtë ngjarje dhe janë ata që përqellojnë drejt forcave të policisë. Ju vetë çfarë prisni nga ky shtet, sepse do ju shtetas shqiptar jeni? Dhe njerë të lutem. Ju vetë çfarë prisni? Çfarë prisni nga kjo situatë? A keni një mesazh, a keni një thirrje për ndoshta për ndonjë kontribut apo për të sjellë një mesazh për ata që na ndjekin në këtë moment? Ju doni kam një mesazh që ata persona të dorëzohen edhe të përgjigjen të gjitha rregullave që ka shteti. Po ka fëmijë Lazarat, ku rrin fëmijët? Çfarë ndodh me ta? Se normalisht të mëdhenj ndoshta edhe mund të jenë më të lutem se ka shumë shkëmbime zjarri dhe është e pamundur edhe pse jam në një ambient të brendshëm, sërish dëgjohen krisma të shumta dhe nuk arrit të kuptoj. E qartë, mirë Blerina, unë të falenderoj që ke ndarë me ne atë se çfarë po ndodh në Lazarat.